Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Karma thot, Olta Gixhari reagon pas daljes së Eglit Takos nga shtëpia. Pas largimit të Eglit, një reagim i veçantë ka ardhur edhe nga ish-banorja Olta Gixhari. Ajo ka shpërndar një mesazh ngushëllimi për Eglin duke e përshëndetur me një përqafim virtual. Olta ka theksuar se në njërin jetë vuajnë ata që janë të mirët, jo për shkak të veprimeve të gabuara, por sepse kuptojnë momentin kur është e nevojshme të ndalojnë së qenie të tillë. Një përqafim i ngrohtë për Egli Tako. Karma thot, ndonjëherë vuajnë ata që janë të mirë sepse kuptojnë se është momenti të ndalojnë dhe të mbrojnë vetveten, ka shkruar Olta në postimin e saj.